Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku me urdhër të prerë, konsumoni arra çdo ditë dhe do kuroni këtë sëmundje shumë të përhapur. Arrat janë ndër arrorët më të mirë për shëndetin e njeriut. Ato përmbajnë yndyrra të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidantë dhe enzima të cilat kanë këto vlera të fuqishme mjekësore. Arrat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme pikërisht me ato të trurit tregon lidhjen e ngushtë që ata kanë. Jo më kot konsumimi rregullisht i arrave forcon kujtesën dhe njëkohësisht përshpejton përçimin e sinjaleve nervore. Nëse arrat janë ndër arrorët tuaj më të preferuar, këtu ju të zbuloni përfitimet më të mëdha që ofrojnë ato pikërisht për shëndetin tuaj. Të mira për stomakun. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut tuaj dhe të aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që ju mund të ndërmerrni për organizmin tuaj. Mikrobioma e stomakut ka gjithashtu nevojë për probiotik dhe prebiotikët në mënyrë që ajo të ruajë balancat e baktereve të mira dhe gjithashtu të këqija. Ekspertët thonë gjithashtu se arrat shërbejnë si prebiotik dhe gjithashtu rrisin volumin e baktereve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, isheminë dhe sëmundjen e zorrës së trashë. Ndihmojnë gjithashtu edhe për rënien nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fibër e cila nga ana tjetër ju mban juve të ngopur për shumë gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për rënien nga pesha në qoftë se ato konsumohen me matur. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrave dhjamore dhe gjithashtu frenojnë oreksin. Të mira për trurin. Siç e tham edhe më lart, arrat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasura gjithashtu me acide yndyrore omega 3 dhe konsumimi 10 gram arrave në ditë përmirësojnë aftësinë reaguese të trurit, përpunimin e informacionit, kujtesën dhe gjithashtu përqendrimin. Duke qenë se ato janë të pasura me antioksidantë dhe acide yndyrore, polio të pangopura dhe substanca të cilat luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhen konsumuar çdo ditë në të mirë të trurit. Ato ngadalsojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe gjithashtu ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazat e mëvonshme të jetës. Arra është një ndër frutat më të shëndetshme për shëndetin e njeriut. Mjekët e rekomandojnë atë pasi ata kanë zbuluar dobitë e saj. Ja arsyet pse ne duhet që të konsumojmë arra çdo ditë. Ushqimi i trurit. Acidet yndyrore omega 3, të cilat gjenden me shumicë tek arrat, zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat luftojnë gjithashtu depresionin. Tepër ushqyese. Arrat përmbajnë proteina, vitamina dhe acide yndyrore omega 3, lecitinë dhe yndyrna të shëndetshme. Vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore të cilat i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin dhe gjakun, por edhe për parandalimin e sëmundjeve. Luftojnë kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e kolesterolit. Arrat fal prezencës së acideve omega 3 ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaj i arrave përmban biotin, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulin e flokut.
evitojnë rënien dhe gjithashtu trajtojnë zbogthin. Arra ka edhe veti kundër myku dhe gjithashtu ajo mban larg infeksionet. Ushqim për lëkurën. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit duke reduktuar rrudhat në fytyrë. Gjithashtu vaji i arrave ushqejnë lëkurën, zbardhin në rrafët e zinj poshtë syve dhe gjithashtu ajo relakson lëkurën. Për pjellërinë, arrat përmbajnë kompleks vitamina si folate, riboflavin, tiamine të tjerë. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe njëkohësisht për fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Parandalojnë sëmundjet e këqija. Arrat parandalojnë sëmundjet e këqija si për shembull fal përbërësve omega 3, omega 6, antioksidant dhe fitosteroleve. Luftojnë gjithashtu diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht me arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti i tipit 2 tek gratë. Kundër shëndoshjes. Arrat përmbajnë gjithashtu proteina dhe fibra që ndihmojnë në një dietë të shëndetshme. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Arrat i bëjnë mirë kockave dhe njëkohësisht ato janë më të forta fal përmbajtjes së acideve omega 3. Për tretjen, gjithashtu, meqense arrat janë të pasura në fibra, ato janë një ushqim tepër i shkëlqyer për sa i përket edhe tretjes, si edhe lufton problemet me të. Përmirëson gjumin. Gjëndra pineale në trup gjithashtu prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për gjumin. Nga ana tjetër, ajo shërben si një hormon i cili gjendet tek arrat duke e kthyer këtë ushqim në një snak të preferuar dhe të përkryer për përmirësimin e gjumit. Forcon imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe gjithashtu artritit reumatoid. Nga ana tjetër, acidet të cilat të gjenden tek arrat si omega 3 parandalojnë çrregullimin e ritmit të rrahurave të zemrës, reduktojnë piksen e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginina ndihmon në elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. Ushqimi i përditshëm me 75 gram arra në ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e jetës tuaj dashurore. Vaji i arrës ka veti të shkëlqyera si astringent, ndihmon për të mbajtur lëkurën të butë. Është përdorur me sukses si ilaç në terapinë tradicionale të lëkurës me masazh, si edhe nga industria farmaceutike dhe ato kozmetike. Fruti i arrës si ushqim ka një përmbajtje të lartë kalorish dhe yndyrrash, prandaj ajo mund të konsiderohet si një ushqim super për njeriun. Është e pastur në hekur, magnez, kalium, zink, arra e të tjerë. Arra gjithashtu konsumohet si frut ose gjen përdorim në shumë receta të ndryshme të kuzhinës për përgatitjen e ushqimeve të shumëllojshme. Mirëpo më e rëndësishmja është që ju në një mënyrë apo në tjetrën t'i përfshini ato në regjimin tuaj ushqimor. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.